Për më shumë do të lidhe me kolegun Mariglen Kume. Mariglen, në takimin e dieshëm në Mirdit, Berisha është hasur edhe me kritika nga strukturat. Ku ishin të përqendruara këto kritika? Atëherë, Etelina, në foltorën e dytë që ka zhvilluar zoti Berisha me strukturat e Partisë Demokratike, reformimi i Partisë Demokratike i Selisë Blu ishte kryefjala nga të gjithë qytetarët të cilët morën fjalën dhe shprehen kritikat e tyre. Madje këtë herë qytetarët të cilët mbajtën fjalën e tyre i folën edhe me emra konkret, duke atakuar kështu drejt për drejt njëri prej tyre sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotin Noka, ndërsa një tjetër zonjën deputeten Elda Hoti. Në takimin që u zhvillua Mirdit, njëri prej tyre pretendonte se përballen me arrogancë nga struktura drejtuese të Partisë Demokratike dhe po ashtu deputetët, sipas ty një ankese përsëritur, kjo në fakt nga ana e qytetarëve, nga ana e antarësisë së Partisë Demokratike, deputetët nuk shkojnë në strukturat ku janë zgjedhur dhe që të marrin shqetësimet e tyre në mënyrë të vazhdueshme pasi zgjedhen. Ky shqetësim në fakt ka qenë edhe në foltorën e zhvilluar në Degën 9 në kryeqytet dhe ka vijuar edhe në Mirdit ku ishte ditën e djeshme kryetari i Partisë Demokratike zoti zoti Berisha bashkë me drejtuesin politik të Lezhës me zotin Gjekmarkajn dhe po ashtu edhe me deputetin e zonës atje Gjin Gjoni. Berisha zhvilloi sot një takim me aleatët e Federatës së Opozitës. Çfarë u diskutua në këtë takim? Në këtë takim ka qenë në fokus të bisedimeve dy reformat që kanë nisur me legjislaturën e ri të këtij parlamenti. Deri më tani janë ngritur dy komisionet e posaçme, ai për reformën territoriale dhe për reformën zgjedhore dhe ditën e sotme takimi ishte me aleatët e Selisë Blu dhe pikërisht me në fokus këto dy reforma. Edhe këtu duhet të thënë Etelina pas fjalimit që mbajti zoti Berisha ku sigurisht adresoi akuzat e tij ndaj kryeministrit Edi Rama për vjedhjen e votave. Këtu patëm sërish kritika nga ana e aleatëve sa i përket sjelljes me Partinë Demokratike. Një prej tyre i cili ishte më i ashpër, mund të them, ishte zoti Nard Ndoka dhe Adriatik Alimadhi, që të dy patën akuza ndaj përfaqësuesve të Partisë Demokratike se nuk bën transparencë me aleatët kur vjen puna për reformat që ata ndërmarrin, i takojnë vetëm një herë në fillim dhe më pas referimet që ata bëjnë nuk merren parasysh në draftet përfundimtare të cilat diskutohen në komisionet parlamentare dhe po ashtu ndërsa zoti Alimadhi pati kritika edhe sa i përket raportit që Partia Demokratike mban sipas tij me aleatët përgjatë gjithë aleancës që ata kanë. Sipas Alimadhit, opozita ose antarët e opozitës të koalicionit thirren vetëm kur ka zgjedhje, ndërkohë pasi ato përfundojnë atyre nuk u hapet as telefonit. Ndërkohë po ashtu një tjetër kishte në fakt edhe skeptik në atë tryezë sa i përket përbërjes ose bashkëdrejtimit të komisionit. Një prej tyre pati në një farë mënyrë skepticizëm sa i përket bashkëdrejtimit të komisionit të reformës zgjedhore që ku nga opozita është Oerd Bilukbashi, ku sipas tij mbase do duhet të ndryshojë dhe të vendosë dikush tjetër pasi në mënyrë të vazhdueshme sipas pretendimit të aleatit të Partisë Demokratike Damian Gjiknuri, i cili përfaqëson Partinë Socialiste në atë komision, në një farë mënyrë sipas tij ka dalë i fituar. Por aleati i PD-s e mori përgjigje në fakt nga vetë zoti Berisha, i cili tha se Oerdi nuk ka paraqitur atje qëndrimet e individuale, por ka paraqitur në komisionet e posaçme të reformës zgjedhore mendimet e opozitës, duke nënkuptuar edhe rekomandimet që kanë sjell aleatët sipas Berishës në komisionet e mëhershme përmes ekspertëve të tyre. E kuptoj. Faleminderit Mariglen për gjithë raportimin.